Hello people nga aeroporti I Sardenjas. Ne sapo kemi mbërritur në aeroport edhe po fillojmë pushimet tona. Edhe kemi ardhur në aeroportin e Algerios, sepse që këtu e kishim fluturimin nga Tirana dhe tani po presim pjesën tjetër të grupit që të na bashkohet për pushime. Më saktë, ata kanë mbërritur në një aeroport tjetër, sepse Sardenja është shumë e madhe njerëz edhe ne pushimet do t'i bëjmë në Olbia, është një zonë shumë herë më e bukur se pjesa e Algeros, kështu që I vetmi problem ishte fakti që në Olbia nuk ishte fluturim direkt nga Tirana, kështu që detyruan kemi ardhur në Algero, çifti tjetër që do bëj pushime bashkë me ne ka mbërritur në Olbia, kanë marrë makinën me qira, po vinë të na marrim ne dhe do shkojmë sërish në Olbia. Kështu, jemi organizuar disi, domethënë sepse përputhem dhe oraret e fluturimeve dhe kujt I lever disur më shumë me marrë makinën me qira në cilin aeroport. Dhe kështu. Dhe tani janë vetëm 10 minuta larg aeroportit tonë që të na vinë ta marrin edhe të shkojmë në Olbia. Është ora tani 5 mbas ditës, kështu që ne duam rreth një orë pak në fakt me mbërrit tek apartamenti, të bëjmë check-inin, të lëmë valizhet tona, të rehatohemi edhe pastaj besoj se do dalojmë në qytetin e vjetër të Olbias, të pim pak vërdall, të shohim pak qytetin, ja Aperol Spritz. Fillojmë pushimet pa pirë Aperol Spritzin e parë, kështu që nesër pastaj me të zgjuar do vazhdojmë. Okej, si ishte një zhurmë e tmerrshme në sfond, pavarësisht se unë jam me mikrofon, shpresoj mos jetë dëgjuar në kamera. Dhe po thosha nesër pastaj të fillojmë plazhin, do jemi plot 8 ditë këtej, kthehemi në datën një korrik në Tiranë. Ndërkohë vetëm fruta. Ky shalqim ishte shumë I çuditshëm. Pse ka këtë formë? Unë jam në kërkim të koronave. Po korona, s'ka korona? Do korona. Po këto Roger që nga 0.0. Që 0 alkohol? 0 alkohol. Po jo, do pim të në. Do... Ajnë të bet brown film, Okej, po mbushet. Çmimet janë shumë lirë, prej, se ktheva nga ana tjetër. Yes. Çmimet janë shumë të mira dhe kemi marrë goxha gjëra, madje kemi marrë që sot të bëjmë pasta carbonara. Thjesht alkooli s'po na pëlqen. S'po I gjejmë dhe shto ku jam. Situata ndërkohë është kështu. Dhe bostani me formën e tij të çuditshme. Po që nga I ftohtë çuditërisht. Po ku ka bërë shpina I me zgurdhe, më? Po, bra. Ja ku ti me zgurdhe? Vësa e veçan. Qalloj kombinimi shtëpi brenda gurve. Hajde shpiha. Pas ka pozi ai. Ne kishim dhe shezlon aty, është më duket se dorim të marrëza aty. Si e Rama. Si mbet akoma, bëm të pazarit tani. Shtëpia në pranë po më rrugën për të parë. E përshi këto guret, se interesant. Çdo gjë që ka interesante këtu. Mes këtyre gurdhe ishte shtëpia. Prandaj kishte atë formën ashtu të them, ç'është kjo kaq vërtet e çuditshme. Ajo më sa duket është përshtat terrenit. I njëri gjysë. Njëri gjysë atje. Keni dalë në të mëngjesit. Futu drejt. E ke gjëja portokallie? Futu drejt. Ku drejt? Po ajo shtëpia ajo roza. Po jo, më jo, sa ai ka në Maps. Njëri ka trajtja jo është. Pse kjo rende? Ajo është tani. Po ja, është kompleks me shumë shtëpi tjera. Unë të kisha marrë ty apo Okej. si dhe ke parë që ta. I dini që këtu perëndonte dielli në 9 darkës. 9 gjysë. Po, pra sa Unë bukur. të kisha marrë para se të më merrit telefon. Ti gjitha shtëpi kështu janë. Është komplekse. Unë po hajde unë të marrë bëjtime. Ta marrë përpara ti s'ma ke hapur. Okej, këtu ndodhet apartamenti ynë, tani ta gjejmë kë kemi, ku e kemi. E di që kemi me pamje nga deti. Këto do Google Maps më vete. Për me shku të vendi. Ashtë kjo. A kanë thënë dy komunizë tjetër nuk marrë. A dy bashkë. Në tomë. Ma gjithë të ndjeri, ma shanë ditu më më. Të flasë shalqi unë tokë gjunat. Befë grosën dhe më. Haje. Lopën dhe bëfë, që i mëra me që të këtë po nga shkit kukur.
Që nga vap shumë. Sta ka pa kokë. Sa keqe nga rruga këtu? Pritë ngecë. Vazhdoni që ka shumë e bukur. Ja kemi diku kështu në. Imagjino, ka marrë taka. A ke marrë taka? Qa numri ishte? Qa numri ishte? Teta. Në bjeshta jo? Kush është teta? 7 është, kjo 8 është kjo këtu në mes, po. Ke marrë taka audicion? Sa bukur! Do i veshim makinë. E, po duke i më perl nga fotot. Po. Ma bukur këtu duke. Vërtet, e deti sa i bukur është. Thua zemra më e bukur se që kam imagjinuar, jo foto. Fantastik. Bukur që nga. Qa qëtësie. Shiko. Bukur. Tan, momentit të vërtetës. Hapeni. Po pse kështu e kishte hyrje nga balkoni? Prit. Rum tur. Shikoni mos e në kanë lënë dhe gjëra dhe ëmbëlsira. Sa të mirë. Qa janë këto? Llokume? Jo. Kemi dhe wifi. Guas, sa mirë. Shish kuzhina tipike italiane. Nice. Bëj një video që në mos në bëjmë në rumoj. Hajde bëj room tourin ditë jone, hajde. Home tourin. Këtu kemi pjesën e kuzhinës. Kjo është furrë apo mikroval? Microwave. Nice. Ja, të thashë kemi dhe lavastovilje. Pas kanë lënë edhe një ujë. Po kjo kuzhina kështu tipike italiane, po më pëlqen ka. E, shiko dhe këto detajet e kashtës, sa kjot. Shishi koridori, me sa detaje, kapelle. Nice. Këto në dhëmat e gjumit. Okej. Se ndërkohë për qikoja për vete, kjo është dhoma e pare gjumi. Okej, se ndoshta ndryqimi së shumë i mirë dhe kamera po pulson. Prisni. Ku ndizet drita këtu? Drita? S'po e gjej ku ndizet. Nëse shofim njërë dhomën tjetër. Sa bukur. Shikoni, ka dhe peshqirat, të lapin. Kjo është tualeti brenda në dhomë. Thjesht ndriçimi pak i dobët. Kjo është tualeti kryesori, bie. Pas ka dhe tharse këtu. Dushi. Okej, jo e lodhur, po super e lodhur, po okej. Shumë bukur që nga. Se nuk ndiste ai? Ja. Po mirë, më falë, zemra, hoqë dorë dhe nga shalqiu të preri? Se lova ti. Hoqë dorë direkt, ka që ishte? Nërës tani, po bëjmë gati për të dalë në darke, hangrëm edhe darke në shtëpi, bëm pasta, që blem gjërat e market, shihom aty jashtë veranda, vetëm se kishte shumë shkonja dhe nuk po gjeni një çakmak në fakt për mendez. Ato që janë kastile, pra mjetet e jashtme për mushkonja, kështu që tani po ndrohem, edhe u shprodhëm pak, ndjemi pak më të qetë, edhe do ndrohem me kurosa fustanin, të vishemi. S'ka marrë tripodin e kamerës, atë që është pak më gjatë, kështu që ndoshta më shkoni pak si nga poshtë atje. Nisa, po ndrohem.
atje? Haj njerëz, nuk e kam folur fare, po fare. Sot gjithë ditën e kemi kaluar në plazhet që kemi pasur afër shtëpisë, sepse unë nuk e dija. Tani unë se marr fare me organizimin e këtij udhëtimi me të drejtën, janë marrë miq tanë. Edhe ne nuk jemi në Olbia, jemi në një fshat sipër, jemi goxha larg nga Olbia, diku 40-50 minuta. Edhe ishim shumë të lodhur normalisht, kemi fjetur deri vonë. Një gjë tjetër që ishte problem, është fakti që edhe plazhet kur janë publike janë me rezervim, sepse plazhet që janë me sambec, pra me shezllone janë shumë të pakët, çdo gjë është me rezervim. Thash edhe plazhet publike kanë website-et e tyre ku ti duhet të rezervosh para sepse janë me një numër të kufizuar njerëzish, kështu që ne kishim parë një plazh shumë të bukur, që kishim diku te 15 minuta me makinë shko atje, por ishte full i rezervuar, nuk ishte vend ku të rinin, kështu që si përfundim shkuam te plazhi që kishim në këmbë poshtë shtëpisë tonë, që na i sugjeroi i apartamentit tonë. Dhe ishte mirë, okay, këndshëm. Pas ditë shkuam pastaj te një zonë tjetër që ishte spiaggia di Zoi. Ua, nuk e mbaj Kulumba, diçka ti nuk e mbaj mend në botë. S'po më kujtoj tani, po gjithsesi kur të editoj video do t'ua lë diku këtu, ishte një zonë futej në 5 zonat masi në Sardinja të paktën, dhe ishte plazh okay, lezetshëm. I ngjashëm paksa me Greqinë, sepse thash s'kam filmuar asgjë gjatë ditës, me atë rërën e imët, me ato gurët e veckël, pastër ishte shumë, u ishte shumë i këndshëm. Lezetshëm, në përgjithësi këndshëm, tani nuk e di sepse kemi bërë një listë pak a shumë të plazheve dhe vendeve që janë më si për të vizituar, kështu që po bëjmë pak a shumë edhe një plan që do bëjmë këto ditë, sepse disa nga plazhet janë pak larg. Pjesa më e bukur që duhet parë është Costa Smeralda edhe La Maddalena. Tani për ditën e shtunë ne kemi rezervuar për ta parë zonën e plazheve të bukur dhe ishujve rreth La Maddalenës me vark. Anije, që quhet atë zemra? Skaf? Me skaf. Ajo që xhiroj që do bëjmë në La Maddalena të shtunën me skaf. Se i ka nga qendra fare. Me skaf pra do bëjmë pjesën e La Maddalenës, nisemi që në 9 të mëngjesit deri në 5 pasdite, vizitojmë gjitha ishujt aty rreth rrotull, edhe ishte një skaf goxha i leverdisshëm, me pak persona, vetëm 14 veta, gjithsesi për më tepër do na shohim të shtunën se si është. Kështu që nesër besoj duam të vizitojmë një nga plazhet e Costa Smeraldës, është spiaggia de Principe, është edhe La Pelosa që mbahet, po La Pelosa ishte fully booked deri në 10 shtator. Kështu që njerëz, nëse keni plan ose keni planifikuar pushime për në Sardinja këtë verë, Sardinja, më të thoni si të doni, bëni mirë që rezervimet për plazhet i bëni paraprakisht, mos në këto plazhe që janë super famous sepse janë fully booked. Kështu që La Pelosa me shumë mundësi nuk do kemi mundësi që ta shohim, po mendonim të shkonim te spiaggia de Principe, që është po në Costa Smeralda, dhe darkën ta kalonim në Porto Cervo dhe më pas të ktheheshim në zonën ku jemi ne. Dhe ta mbyllim me Costa Smeralda, të shtunën shohim La Maddalena, pastaj besoj se pjesën e ngelur të ditëve të rrim për plazhet që kemi afër zonës tonë në mënyrë që edhe të shprodhemi pak dhe mos bëjmë aq shumë rrugë. Kështu. Tani, sot kemi ardhur në Olbia, pra ju thash, jemi në zonën e qendrës, është Old Town i Olbias, ndjet fix vibe i Italis, ka rrugica me dyqane, me lokale, me lozhe, me bare, madje këtu po shikoj ndeshje. Shikoni? Yay! Edhe momentalisht unë po vdes për të ngrënë, kështu që ulemi diku me një herë. Dhe të ham edhe të pim një Aperol Spritz. Kështu, nesër do t'ju filmoj, sepse thash, gjatë ditës nuk kisha mundësi, më ka ndodhur edhe një ngjarje pa këndshme te puna, që mendoja që kisha lënë çdo gjë gati, çdo gjë në rregull. But no, do ndodhte diçka me patjetër. Nisem, shijojmë Olbian.
Aperol spritzi. Edhe pizza. Now I'm feeling myself again. Po më pëlqen këtu te Olbia, shumë nice. Te Olbia, në Olbia. Kur je lodhur fillon flet për qartë. Po më pëlqen njerëz, është qytet shumë i bukur, ka shumë njerëz, ka shumë gjallëri, se qyteta e vogël që jemi ne, është e këndshme, ka lokale, koktejlet mbrëm që ulëm, vonë në darkë i bënin shumë të mirë, por nuk ka kaq shumë lëvizje, këtu ka shumë. Është më i madh normalisht si qytet. Se, prisni vetë. Mirëmëngjesi njerëz, nga një ditë tjetër. Sot jemi zgjuar herët në mëngjes, jemi kështu akoma për gjumësh, sepse kemi ditën e Body, kemi ditën pra që do jemi me skafanie, unë akoma nuk e di se ç'është. Edhe do nisemi me një herë, sepse kemi nisur direkt nga porti në ora 9 dhe do jemi deri në 5 pasdite në përishujt e zonës La Maddalena. Jam djegur pak tu para, ishte një 10 minutë që unë nuk isha lyer me krem dhe jam djegur direkt. Sepse ditët e tjera jam mbrojtur, kam marrë një nxirje të këndshme të lezetshme, pa u bërë kështu si dreshi. Një moment i vogël ishte që jam futur në det pa u lyer me krem dhe jam djegur. Kam vënë super double SPF që në mëngjes, do ja aplikoj sërish kur të jemi në anije, sepse është pak e vështirë kur të jemi gjithë ditën të ekspozuar. Tani duhet të nisemi që mos vonohemi më shumë. Okej, kjo pamje që është këtu nga shtëpia në mëngjes, edhe në mbrëmje kur është perëndimi i diellit, është fantastike. Do ta tregoj tash. Okej. Look, është super e bukur. Për pak desharova kapelet dhe do isha përvolu në diell. Se di kam të lidh mikrofonin e paskëm. Njerëz nuk e di, ndoshta se kam folur shumë, po do të xhiroj pak më shumë ditët në vazhdim, sepse me thënë drejtën ka qenë shumë ditë, janë 8 ditë. Thash, herë po xhiroj, herë jo, si të kem Terezinë dhe të bëjmë një që të vogël të përmbledhur në fund. Këto rrobat e banjës i mora tek Tezenis, ishin koleksioneri dhe janë shumë cute kështu si marinari. Me thënë të drejtën kam provu 700 palë rroba banjo dhe nuk më pëlqeu asnjë. Këto ishin të vetmet që disi më pëlqyen. Mirë. S'më pëlqen ka vetja aty kur e shoh. What's going on with you, Alba? E besoni apo jo, s'kam për foto fare. Kemi ca ditë këtu. Se unë s'kam postuar asgjë në Instagram. Burri s'më ka bërë foto të bukura. Kështu që sot ka detyrë të më bëj foto të bukura në anije, se do hedh një foto tash. Ideja është sot, duhet ta bëjmë një postim në Instagram. Amore, dove sono le tazze? Bacio Antonio. Hey, this beauty. Shi sa bukur që duket. Shi sa bukur është zona njerëz, është shumë cute dhe shumë qetë. Kjo është dhe makina që kemi marrë me qëra. Kia Sportage, shumë e mirë, ka shumë hapësirë.
Hi people! Po jo flas tani, kemi ndaluar në zonën Mishulla Farla Madelenas, edhe është spektakël. Është shumë bukur, kemi bërë shumë pak që kemi marrë çadrat në vete, sepse nuk ka absolutisht asgjë. Edhe trekën e kemi të përfshirë, kjo është ekipja me fotoskaf që po bëjmë. Është qetësi, është shumë mirë. E vi kemi ndryshim, për shumë nuk e di që se keni parë për shumë të vjetshme në Greqi, kur kemi ditur në këto anijet, kanë qenë shumë në mëdhaja, dhe kishte të bukur faktin që kishte dhe bar, mund të pije koktejle, alkool, e kështu gjërash, plus kishte edhe muzikë, shumë trill, shumë atmosferë, ndërsa këtu jemi shumë privacy, kemi shumë privatësi domethënë, por nuk është kjo atmosfera ucituksi që mund të kërcesh edhe mund ta shijosh ndoshta edhe pak më shumë me një gotë alkooli në dorë. Por së vitë shohim se do janë dhe zonat e tjera që do ndalojnë, ne kemi paguar të dhe pesë personi. Tani unë kam mikrofonin për të do dëgjoj se gjithsesi kjo është super qetësi. Uji është kristal i pastër. Do rim diku te 1 orë në Regjiski dhe më pas do vazhdojmë në ishën të tjerë. Do ftëm që tani? Se nuk figura fare tani, Ja. Një orë gjysmë kemi këto, se kemi edhe 30 minuta. Shumë zed. Po ju është. Shumë pak. Ha shpirti, shkon stilit tënd kjo gjëja këtu? Prisni pjesa më e bukur ever. Krye e vepër. Porto Cervo, it's fantastic. Mexico. I love it. Hi people! Sapo kemi ardhur në Porto Cervo dhe është fantastik, nuk e di është krye vepër. Është e miksuar ndërtime tipike italiane me pak luks, shteti, marina, është fantastik realisht. Është shumë bukur. Ja këtu mbrapa kanë komplet jahtet e parkuara. Është një krye vepër. Edhe gjithë kjo rrugica me dyqanet e shtrenjta, luksoze, pata një eksperiencë të bukur të Louis Vuittonit, sepse kisha një porosi për të bler për një njeriu tim, e të blem një çantë Louis V dhe kam shijuar shumë atë eksperiencë. Atë i thash, ti do shijosh çantën, unë do shijoj eksperiencën e të blerit këtu, meqense nuk po bletot për vete. Ishte fantastike. Gjithë Sardenja është fantastike, është shumë e madhe, patjetër, por zona përreth Porto Cervo, Olbia, edhe Santa Teresa Kalura ku jemi ne është një fshat shumë i bukur, edhe të gjitha këto zonat nuk i kemi shumë larg, maksimumi kemi 1 orë larg me makinë, por e thash me gjithë facilitetin që kemi marrë makinën me qëra, mund të shkojmë ku të duam. Plus se sot vendosëm që të dalim në plazh pas orës 3, domethënë orën 4, sepse është shumë nxehtë, ne gjithmonë zgjohemi vonë, sa hamëngjesin, sa pi kafe, përfundojmë në plazh rreth orës 11:30, atëherë është më nxehtë, sa digjesh nga dielli, nuk e shijon dot fare plazhin, kështu që sot tham po dalim në orën 4 edhe po rim deri vonë nga ora 9, sepse në 9 fillon perëndimi këtu në Sardenja. Edhe kemi shijuar shumë, është fantastike njerëz vërtet.
Kështu që paraditën po e kalojmë në Porto Cervo, ulëm, pim nga një Aperol Spritz, është shumë shtrenjtë, këtu është shtrenjtë. Ndërsa për pjesën tjetër të Sardinia, mund të thoni si të doni, si në anglisht, si në italisht, çmimet janë super normale, madje janë më lirë në plazhe se sa janë në jug të Shqipërisë ose se sa ishin vjetën parë në Greqi që kemi qenë ne. Kështu që varet ku ti ulesh patjetër. Nëse këtu ulesh në hotele me pesyje, në Porto Cervo që dihet që është zona e shtrenjtë, afër marinës, afër jateve, patjetër që shumë shtrenjtë, Aperol Spritz ishte 35 euro. Por, ta provosh si eksperiencë, përsëri është okay. Por pjesa tjetër është shumë lirë dhe gjëra që ne kemi marrë Buzdeti janë shumë lirë. Për shembull, dje që kemi marrë në një anije, ne ishim me motoskafin ton, por që nuk ishte bar, kishte vetëm drekën të përfshirë atje, ndërsa për të pirë nuk ishte të blije ekstra. Dhe kemi blerë në një anije të madhe gjigande, kemi marrë 3 bira, 4 bira, 2 patatina, 2 ujë dhe gjitha kanë kushtuar vetëm 20 euro. Kjo është një shembull që mora, sepse realisht në pjesën më të madhe që kemi konsumuar diçka kanë qenë çmime normale, për mos të thënë dhe lirë. Kështu. Ndërsa Porto Cervo dihet që është një zonë luksoze, por përsëri ja vlen që ta provoni si eksperiencë dhe ta shijoni. Ne besoj do vim edhe një ditë të darkë, pas ditë të darkë që të shijojmë diçka afër marinës, sepse është shumë nxehtë tani dhe pim diçka po e konsumojmë brenda një hoteli sepse është shumë nxehtë për të ndodhur jashtë. Këtu është edhe kjo Beauty ka Louis V me një super pagatim edhe me këtë paketim veror. Nice, cornflake, insomma, quelli che si mangiano, che qualcuno mangia. Njëra zerdëm në plazh tek Arena Bianca, që është në qendër të zonës Santa Teresa Gallura që po qëndrojmë ne. Edhe plazhi pasdite është fantastik, është super vlen, sepse ka rënë pak nxehtë, e di që në Shqipëri ka qenë super nxehtë këto ditë, por edhe këtej ka qenë 40 gradë, kështu që bën më mirë që donim në orën 5 dhe tani po vetë ora 8 avash, kështu që kemi shijuar goxha plazh. Duhet të thosha dje për eksperiencën në anije, njerëz është fantastike. Ishujt e La Maddalena janë fantastik, ujë kristal, perja, vleti, jashtëzakonisht shumë e gjithë gjëja që bëm. Kështu që ua super sugjeroj, kaloni një super ditë, plus analizat janë të shpeshta, dhe ti nuk lodhesh ose nuk përzihet nga deti. Kështu që ja vlen shumë që ta merrni një anije, mund të zgjidhni thash nga gjitha format, do të qenë jetë ndaj 20 persona, ku e shijoni edhe me njerëzit e tjerë, të rinj, muzikë e gjitha këto me radhë, ndërsa mund të zgjidhni dhe anije personale sigurisht, edhe anije me 14 persona siç ishim ne, ishte shumë okay, zëre se ishim privat, sepse thash, kishim kabinën brenda, kishte zonën e ndërhje, kështu që ja super vleti e gjithë gjëja. Planet për 2 ditët e fundit që na kanë ngelur, që kemi të plota për sa i përket plazhit, ndërsa dita e tretë është ne kemi nisur në orën 4:30 pasdite, kështu që besoj para ditës do shijojmë pak qytetin, do ham diçka dhe pastaj normalisht duhet nisemi para për aeroport që në orën 2:30 të jemi në aeroport. Po thosha që 2 ditët e fundit që janë ngelur plazh, do vemi te plazhi Spiaggia dei Principe dhe La Pelosa, më në fund kemi rezervuar njerëz, dhe La Pelosa lejojnë vetëm 1500 persona çdo ditë, është me rezervim, tash pjesa më e madhe e plazheve janë me rezervim dhe këtu te l'Arena Bianca ishte me rezervim dhe kushton 3.5 euro për person. Edhe te La Pelosa njëjta gjë, por rezervim përpara nuk bën dot sepse dalin të gjitha full book, por çdo ditë në orën 9 hapen vende të lira për të rezervuar për 2 ditët. Për pas 2 ditësh, domethënë, kështu që sot më nisë në orën 9 e pak, mezi kemi kapur 4 vende dhe rezervuam në fund, erdhi edhe konfirmimi me email dhe kemi rezervimin për ditën e martë. Kështu që na vajti fix. Këto janë pak a shumë zonat që janë më të
më mastësi në Sardinja që duhet të shihni me patjetër, pjesa e Costa Smeraldës edhe pjesa e ishujve të Madalenës. Tani Sardinja është shumë e madhe, mund të ketë pafund vende të tjera të bukura, po pak a shumë në zonën ku jemi ne, këto janë Olbia, Portocervo, të gjitha këto. Është njërë sot, tash do rim deri në Perëndim, ku dielli perëndon pas orës 9, që nuk e besoj se do dalim sërish të darkë, do shijojmë edhe pak atë verandën, edhe shtëpia që kemi zgjedhur është shumë e bukur, shumë e këndshme, e kemi shijuar edhe fakti që ka kuzhinë, ka lavastovile, ka gjë në shtëpi, që nuk ka pas ditë që edhe drekën e kemi ngrënë në shtëpi, sepse janë të zona plazhi që nuk kanë fare afër lokale ku ti mund të hash, siç jemi mësuar në Shqipëri të paktën. Kështu që në disa raste kemi zgjedhur të shkojmë në shtëpi, të pushojmë, të ham drekën dhe të dalim sërish.